gjendja e babit shëndetësore është e rënduar, ai e përjeton shumë rënd emocionalisht. Babi është arrestuar me 8 shtator të këtij viti, duke kaluar pikën kufitare në Merdar në orën 2:30. Më pastaj ai është dërguar në një qendër të paraburgimit në Beograd, ku është mbajtur për 48 orë dhe i është ngritur një akt akuzë për një vrasje që ka ndodhur në vitin 1999 me 22 qershor të vitit 1999 dhe i është vazhduar paraburgimi prej 30 ditësh. Më pastaj ne kemi angazhuar avokatin mbrojtës, i cili ka kryer të gjitha procedurat ligjore dhe është vërtetuar që ai nuk ka të bëjë asgjë me rastin. Madje edhe dëshmitari prezent që ka dëshmuar dhe ka thënë që Hazir Haziri, i njohur si Zogu, nuk ka të bëjë asnjë gjë me lidhje me akuzat e ngritura. Përkundrazi ka thënë që ai ka qenë një fqinj i mirë, ka qenë një njeri i respektueshëm dhe nuk kemi pas asnjëherë problem. Pavarësisht gjitha atyre, gjendja e babit shëndetësore është e rënduar, ai e përjeton shumë rënd emocionalisht, duke pasur parasysh edhe faktin sepse ai nuk ka të bëjë asgjë me akt akuzat e ngritura. Është e çuditshme qysh institucionet e Kosovës nuk kanë marrë deri më tani ndonjë veprim urgjent. Ai po mbahet peng, pa fakte, pa dëshmi, pa dëshmitar, vetëm se ata mujnë edhe vetëm se është shqiptar. Ne kemi bërë thirrje, i kemi bërë lutje institucioneve të Kosovës për një intervenim sa më shpejt për lirim të babit, që të kthehet sa më shpejt. Deri më tani nuk kemi pasur asnjë përgjigje, nuk e dim saktësisht veprimet e tyre, edhe pse i kemi dërgu emaila, edhe pse kemi kontaktu, deri më tani asnjë gjë nuk kemi marrë nga ana e institucioneve shtetërore. Mirë, po na presim, i bëjmë thirrje, i bëjmë lutje prap gjitha institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin masa sa më të shpejta për lirimin e babit.